Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur opinionin publik në Greqi, duke rikthyer në vëmendje brutalitetin e disa krimeve që ndodhin brenda familjes. Dy gra, një nën dhe vajza e saj 56 vjeçare janë gjetur të pajeta dhe të murosura brenda banesës së tyre, një rast që po cilësohet si një nga më makabrit e viteve të fundit. Sipas raportimeve nga mediat vendase dhe burimeve hetimore, autori i dyshuar është djali i të moshuares dhe njëkohësisht vëllai i viktimës 56 vjeçare. Ai dyshohet se i ka vrarë të dyja dhe më pas ka tentuar të fshehë krimin në mënyrë të planifikuar, duke i mbyllur trupat brenda murit të shtëpisë. Fillimisht, ai është përpikur të mashtrojë autoritetet dhe rrethin shoqëror, duke pretenduar se motra e tij kishte ndërruar jetë si pasojë e një sëmundje të rëndë. Madje, sipas dëshmisë së tij, ajo kishte humbur betejë me kancerin, por hetimet e mëtejshme rrëzuan plotësisht këtë version. Policia nisi të dyshonte pas denoncimeve të fshimve, të cilët kishin ngritur shqetësimin për mungesën e gjatë të dy grave. Dyshimet u shtuan edhe më shumë gjatë kontrollit të banesës, kur efektivët vunë re detajet e pazakonta në ambient. Një prej mureve të shtëpisë ishte mbuluar me stuko në mënyrë të dyshim, çka i shtyu hetuesit të ndërhynin dhe të kontrollonin më thellë. Pikërisht pas këtij muri u zbulua e vërteta tronditse. Trupi i pajeti 56 vjeçares ishte fshehur brenda murit prej rreth 3 muajsh, ndërsa pranë saj në të njëjtin mur u gjet edhe trupi i nënës. Dyshohet se ajo është vrarë vetëm 2 ditë pas vajzës, duke e bërë këtë një krim të dyfish të kryer në një interval të shkurtër kohor. Sipas burimeve hetimore, autori ka deklaruar para policisë se ka vepruar nga frika se dy gra do t'i merrnin pasurinë. Ky pretendim po hetohet ndërsa autoritetet po përpiqen të zbardhin plotësisht motivet dhe dinamikën e krimit. Rasti ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik në Greqi, duke ngritur edhe një herë alarmin për dhunën brenda familjes dhe rastet ekstreme që mund të përfundojnë në tragjedi. Ndërkohë, hetimet vijojnë për të dokumentuar çdo detaj të kësaj ngjarje makabre, ndërsa autori dyshuar pritet të përballet me drejtësinë për një nga krimet më të rënda që ka tronditur vendin kohët e fundit.